Jo, nuk do të jem kandidate për presidente. Ndërsa konfirmoi se vetë nuk do të kandidojë për postën e kreut të shtetit, ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, u shpreh se pas certifikimit të rezultateve zgjedhore, pritet të zhvillohen takime me partitë politike për arritjen e një konsensusi rreth çështjes së presidentit. Uroj që ta gjejmë një konsensus në mënyrë që ta votoj Kuvendi i Republikës së Kosovës presidentin me mandat 5 vjeçar dhe të vazhdojmë punët dhe përgjegjësitë që i kemi para qytetarëve të Republikës së Kosovës. E pyetur nëse do të ketë të drejtën kushtetuese për të mandatuar kandidatin për kryeministër pas konstituimit, Haxhiu deklaroi: Menjëherë, pra pas konstituimit të Kuvendit, kryetari i ri i Kuvendit, kryetare e re e Kuvendit, kushdo që do të jetë ai apo ajo, do të ketë të drejtën kushtetuese që ta mandatoj kandidatin për kryeministër të vendit. Ndërkohë, deputetja e zgjedhur e lëvizjes vetëvendosje Arberien Agavci tha se presin kandidat për president jo partijak si figura më unifikuese. Lidhur me deklaratën e ish-kreut të AK-s Ramush Haradinaj se mund të garojë për atë post nëse mbështetet nga opozita, Agavci e cilësoi si kërkesë absurde.